Aleanca për shqiptarët në një reagim në Facebook shpreh shqetësim të thellë lidhur me spotin qeveritar të publikuar me rastin e 35 vjetorit të pavarësisë së shtetit, në të cilin shqiptarët janë pothuajse tërësisht të përjashtuar, ndërsa gjuha shqipe mungon plotësisht. Sipas ASH-s, është e papranueshme që një material zyrtar i financuar dhe nga taksat e qytetarëve shqiptar të ndërtohet mbi një narrativ një etnike, duke krijuar përshtypjen sikur ky shtet i përket vetëm një komuniteti. Shqiptarët kanë qenë pjesë e pandashme e proceseve më të rëndësishme politike dhe shoqërore të vendit, nga periudha e pavarësimit deri te ndërtimi i institucioneve demokratike, integrimi në NATO dhe rruga drejt Bashkimit Evropian. Kontributi i tyre në jetën politike, ekonomike, arsimore, kulturore dhe shoqërore është i pamohueshëm dhe nuk mund të anashkalohet apo të fshihet nga narrativa zyrtare e shtetit. Aleanca për shqiptarët kërkon nga qeveria të tërheqë këtë spot dhe të publikojë një material të ri, dinjitos, përfaqësues dhe gjithëpërfshirës, ku të respektohet gjuha shqipe dhe të pasqyrohet në mënyrë të denjë kontributi i shqiptarëve në histori, ndërtimin dhe të tashmen e këtij shteti, than nga Aleanca për shqiptarët.